Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Me rezultatet e zgjedhjeve vendosi arriti të marrë 48 mandate Partia Demokratike e Kosovës 24, LDK 20, ndërsa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nisma 8 mandate. Pjesa tjetër e mandateve do të ndahen për pakica sipas ligjit, që në këtë rast do të pjestojë 9 mandate për listën serbe, 1 për Partinë Liri dhe Demokraci dhe BTS dhe 10 të tjera për Partitë jo serbe. Numrat duke se detyrojnë Kurtin të bëjë koalicion. Fronti Evropian në Maqedoninë e Veriut paralajmëron masa mbi nismat dhe një vendimi të mundshëm të gjykatës kushtetuese sa i përket ligjit për gjuhët, konkretisht gjuhës shqipe. Koordinatori i Frontit Evropian, Blerim Bexheti, bën thirrje edhe një herë vëmëror të pëmnes që ta tërheq nismën përpara gjykatës kushtetuese dhe të ulen të bisedojmë për përparimin e kësaj çështje. Kemi paralajmëruar të gjithë shqiptarët, por paralajmërojnë se nuk do të lejojnë që dikush të sillet si pronar dhe të kontestojë përdorimin e gjuhës shqipe. Ne jemi të përgatitur që t'i prim kësaj situate me gjithë shqiptarët, me gjithë qytetarët, që Republikën e Maqedonisë së Veriut ta kthejmë në binarët e duhur, tha Blerim Bexheti nga Fronti Evropian. Rajoni. Këshilli i Ministrave i Shqipërisë miratoi vendimin për krijimin e Bankës Shqiptare të Zhvillimit, një institucion financiar që do të shërbejë nxitjes së zhvillimit ekonomik duke mbështetur me fonde të sektorëve të nënfinancuar. Në një deklaratë për mediat, pas mbledhjes së qeverisë, Ministria e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, Delina Ibrahimaj, bëri të ditur se ky institucion është krijuar bazuar në përvojat më të mira të institucioneve të ngjashme në Bashkimin Evropian. Dhe konkretisht ka për synim të financojë zhvillimin e infrastrukturës fizike dhe digjitale, të mbështesë ndërmarrjet e mesme dhe të vogla, të financojë projekte infrastrukturore dhe gjithashtu të financojë dhe të mbështesë eksportet shqiptare. Ndër të tjera, Ibrahima i theksoi se do të jap mundësi shtesë për rritjen e qasjes në financë të asaj pjese të popullatës e pashërbyer nga sektori bankar apo ndodhen në zona rurale përmes produkteve të kushtimit që do të mblidhen dhe përdoren për zhvillimin ekonomik të vendit. Ai gjithashtu ka për synim që të bashkëpunojë me institucione financiare ndërkombëtare dhe më konkretisht me institucione financiare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë në dispozicion fonde për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit, të drejtuara drejt vendeve anëtare dhe vendeve që janë në proces të anëtarësimit evropian, me qëllim rritjen e produktivitetit, konkurrëshmërisë dhe lehtësimin e hyrjes në tregun e përbashkët evropian. Deklaroi Blerina Ibrahimaj, Ministri e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit. Qeveria shqiptare mbyll aplikacionin TikTok. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri i Arsimit Oger Tamarnaseliu deklaroi se Këshilli i Ministrave pas konsultimit me prindrit mori vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të TikTok. Në një deklaratë për mediat, Manaseliu tha se qeveria rekomandoi mbylljen dhe kufizimin e aksesit për TikTok për 12 muaj, periudhë kjo që sipas ministres do të shërbejë për marrjen e masave në bashkëndim me përfaqësuesit e TikTok. Duke marrë të gjithë të faktet dhe gjithashtu edhe elementet të cilët për ne ka patur rëndësi maksimale dhe që lidhen drejt për drejt me sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve në mjedisin digjital, kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ministri Manaseliu informon dhe mbi bisedimet me kompaninë kineze. Ka filluar nga filtrat për sa i përket moshës së aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra, do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruara dhe që vijnë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Sipas saj, zbatimi i vendimit pritet të zgjatet deri në një javë. Kryeministri i Shqipërisë përmes rrjeteve sociale sqaron se mbyllja e TikTok është marrë pas një konsultimi të gjerë me 65.000 prindër dhe mësues, si dhe pas ngritjes së kapaciteteve teknike të nevojshme. Edi Rama shtoi se qeveria është në dialog pozitiv me kompaninë kineze, e cila pritet të vizitojë Shqipërinë për të prezantuar masa të reja sigurie për fëmijët, përfshirë përmbajtjen e gjuhës shqipe, si dhe risi në shërbimin e arsimit. Ne themi atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi, përfundoi Rama në reagimin e tij. Përfundoni gjithë procesin numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Vendvendosja shpallet fituese me mbi 396.000 vota nga të gjitha kategoritë e votuesve.
Ajo fitoi mbështetjen më të madhe nga votuesit brenda dhe jashtë Kosovës. PDK shpallet forcë dytë me mbi 196.000 vota të marrë nga votuesit. Ajo siguroi vendin e forcës së parë opozitare duke mos ia dalë të rrëzojë Albin Kurtin nga qeverisja. Lidhja Demokratike e Kosovës rezulton forcë e tretë me mbi 171.000 vota, ndërsa koalicioni Ramush Haradinajt arriti të marrë pak më shumë se 66.000 vota. Rezultati më sipër mund të certifikohet gjatë kësaj jave pas afatit dytitor për ankesat. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.